Agjencia e Shërbimit Veterinar ka ndërmarrë disa aksione ndërgjegjësuese me fermerë në zonat rurale për të kufizuar përhapjen e mëtejshme të sëmundjes së murtajës tek dhent. Po, kemi mëse 3-4 ditë që kena filluar takimesh, bashkëpunim me pushtetin vendor, konkretisht me Bashkinë Shkodër, por që do vazhdojmë edhe me tjerat. Po bëjmë një tur takimesh me kryetarët e njësive administrative dhe me kryepleqtë e fshatrave, së bashku me përfaqësues shërbimit veterinar dhe përfaqësues të Bashkisë Shkodër. Thelbi këtyre takimeve është sensibilizimi të gjithë aktorëve, por kryesisht edhe i fermerëve, për rëndësinë e kufizimit për hapjes së kësaj sëmundje, rrezikshmërinë që paraqet nga lëvizja e kafshëve dhe kuptohet që vetë dhe me thanë në situatën që jena, vetë një zgjidhje për kufizimin e kësaj sëmundje është bllokimi i lëvizjes së kafshëve. Pra fermerët duhet të kenë qartë që kafshët duhet të mahen të izoluara në fermë, duhet të mahen izoluara dhe të shmangin kontaktet me ferma të tjera, me kafshë të tjera. Dhe shumë në absolute dhe futjen ndalohet rreptësisht edhe futja e kafshëve të reja në fermë, po kështu dhe dalja e kafshëve nga ferma. Po bëjmë i fushat sensibilizuese që deri tani kena gjetë mirë kuptim në takimet që kemi bërë deri tash, kena gjetë mirë kuptim me gjithë fermerët e njësive ku kemi kryer takime deri tani, mirë kuptimin e tyre. Vështirësitë janë të mëdha për fermerët, pasi kufizimi nëpër fermat e tyre vështirëson edhe mundësinë për gjetjen e ushqimit. Për fermerët, ky është një moment i vështirë. Ata shprehen se kurrë nuk janë përballur me këtë sëmundje tek baktitë e imta dhe dyshojnë se përhapja e murtajës vjen si shkak i importit kontraband të kafshëve që futen nga shtetet e tjera në Shqipëri. Kena 150 cop delet imta. Kena marrë delet i kena të izolume, janë në vath, nuk i qesëm jashtë në kolosa hiç, për rrezikun se jashtë me fjalë lejtë nëse. Po në linjat fiksum se ju me fjalë si shteta, që më thonë ju, na keni pru vetë këtë smunje, se jo se e kena pas, na keni pru vetë, leni me hi për i malit zi, leni mbarë për jugut, për i grekut, për gjithë kanash, na i kena pas baktit gjam të rahertë. Pa tjetër baktia se vinë, se baktit përgjithsi Shkodra era kanë këtë i veni pasër për qeshet baktive. Ma për para po, tash ja, kanë ardhë i kanë po, ju kanë përqy janë regull delet, se me thonë nuk kam pas probleme, as si lloj problemet. Kam një 180 kokra delet, të rrezikur që janë operacion, dhe sa ti kanë këtë në regull, nuk kanë probleme, këna marrë ata masat tona, si me thonë, dhe mujt me i majtë në vedi, si me thonë, mas me i përzije me kene e kështu, da janë kushtet për atë punë, se s'ke rregull një dërgjon. Ja, nuk unë për vedi, nuk blejmë, as nuk shesim, i kana, unë atë tufë që jekëm e kam brejt letë, nuk kam fut asë gjotë, në ju shumë në kullosë. Në kullosë, se ta shke ka i qënë, deterimisht, por ne i kam me të drejten, ne i kena da me livadet, unë livadet mi asë futet kërkush. Te i kam vetë profilin e tjilë, nuk kam absolutisht në rrimet kujen, asë hinë e kujen, asë si për ditë nuk i përzej me tufë atira, se kjo është kësonja. Ta shi një e është, po nëse kam paskur, nuk e njofë, si pësë mundjen, unë për vedi 72 e qemë dhe nuk e kam njofë kësë mundjen, me thamë drejten. Deri më tani, ende nuk ka asnjë vendimarrje për dëmshpërblimin e dhenëve të asgjësuar pas shfaqjes së sëmundjes së murtajës. Po, momentalisht nuk ka një veprim të tillë, për arsye sepse nuk është parashikuar. Kjo është një sëmundje që vjen për herë të parë në Shqipëri, murtaja të imtave, ose pesta ruminant duhet që quhet. Dhe me qenë se për shtera parë që i bjen Shqipëni dhe nuk ka pas një është. Por duhet të theksojmë që po Ministria ka marrë me shumë angazhim dhe me shumë seriozitet këtë pjesë, po bën studimet përkatëse dhe
Besoj që me shumë gjasa do bëhet edhe shpërblimi i fermave të eliminuara. Aktualisht janë 475 krerë të imta të zgjësuara në qarkun Shkodër për afërsisht në një muaj, që kur u shfaq rasti i parë i murtajës tek dhent në një fermë në Postrib. Një mas parandaluese në përhapjen e mëtejshme është izolimi i fermave dhe kontrollet e institucioneve në terren.